Ne jemi në përfundim të përbërjes së listës, sigurisht që jemi duke tentuar që para qytetarëve dalim me listën më të mirë të mundshme, me përvojën e kandidatëve tonë. Natyrisht edhe ona e përfshirjes gjinore është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe po punojmë fort që kjo listë përfaqësoj interesat e qytetarëve të vendit. Unë natyrisht që kam qenë edhe vazhdoj të jem kontribues edhe për brenda listës, por edhe në forumet e aleancës, por edhe në bashkëbisedimin me mediat e me qytetarë, sepse besoj fuqishëm në demokracinë e vendit, në atë që është themeli i funksionimit shoqërisë tonë dhe shtetit tonë. Rrjedhimisht besoj që do jem brenda listës, por kjo është më pak e rëndësishme se sa tonësia e listës, e cila do jetë një listë e prirë prej zotit Haradinaj, i cili siç u pa edhe në deklaratat e Wesley Clark, edhe të James Rubin, edhe kjo e fundin nga zoti Isa Mustafa, që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, zoti Haradinaj ka qenë dhe vazhdon të jetë thelbi i çlirimit të Kosovës, edhe thelbi i shtetëndërtimit të Kosovës, krijimit të ushtrisë dhe krijimit të institucioneve vitale të sigurisë, por edhe zhvillimit ekonomik, sektorit privat. Rrjedhimisht mendoj që fokusi i listës tonë do jetë aty, tek kapaciteti i aleancës për të kryer detyrat që i nevojitën Kosovës për të dalë nga izolimi, për ta kthyr fokusin e partneritetit me Bashkinë Ndërkombëtare dhe zhvillimit të brendshëm ekonomik që të bëhet e mundshme jeta e qytetarëve të vendit. Po, është ish kryeministri Agim Qeku, që do jetë pjesë e listës, po përmend vetëm disa, do të jetë po ashtu Dardan Krasniqi, një ish aktivist i devotshëm i kundërshtisë së lëvizjes vetëvendosje në një kohë, tani është pjesë e listës sonë, që unë kam edhe respekt e admirim për punën e tij si njëri që është rrit në kauza të vërteta për mbrojtjen e interesit të vendit. Do kemi edhe gjeneratën e dytë të aktivistëve devotshëm për çështje patriotike, çështje nacionale, të atyre që kanë qenë udhëhec në faljen e gjaçeve në kohën e udhëheqjes së zotit Anton Qeta, do të gjenerata e dytë, fëmijët e tyre do jenë pjesë e listës, dhe njerëz eminent të fushave, përfshirë edhe të kandidatëve që kanë marrë besimin në nivelin e asambleve komunale, sepse për ne është shumë e rëndësishme që të jetë ndërlidhja ndërmjet pushtetit lokal dhe atij qendror në votuesin e Kosovës për me ndërtuar një besim të përqimit të interesave dhe të zërit tyre edhe në Parlamentin e Kosovës. Tani janë procese të cilat realisht janë komplekse, janë bërë komplekse pikërisht për shkak të gjuhës që është përdorur, edhe një formati që fushata elektorale është kthyer në arenë të ushqimit të urrëties ndaj kundërshtarëve politik. Unë uroj shumë e ju bëj thirrje edhe sot kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje që të ndalojnë me këtë gjuhë të përçarjes e denigrimit të personaliteteve. Ne nuk jemi shumë si popull e as edhe si politik që të kemi këtë lloj të goditjeve dhe të një farë shpërfaqje të urrëties skajshme edhe qoftë të emrave individual, dhe të fokusohemi te oferta. Çfarë do bëjmë për ekonominë, çfarë do bëjmë për arsimin, çfarë do bëjmë për shëndetësinë, kush do e bëj sigurimin shëndetësor. 25 vite pas Kosova nuk ka sigurim shëndetësor. Unë mendoj që çdo qytetar që ka prindrit e fëmijën në këtë vend duhet të jetë interesuar se kush do e bëj dhe si do funksionojë sigurimi shëndetësor, si do të sigurohen shkollat tona që fëmijët tonë të mos jenë të ekspozuar ndaj tregtimit të lëndëve narkotike para shkollave tona, si do jetë siguria e publike ku gruaja do të respektohet e nuk do të jetë pjesë e dhunës familjare. Këto janë pyetje, si do gjendet vendet punës, krijon vendet punës që ndryshme, jo lëmosh. As gruaja, as burri në Kosovë nuk ka nevojë për lëmosh, ka nevojë për një realizim profesional nëpërmjet vendeve të punës të qëndrueshme në vendin tonë. Këto janë ekonomi që duhet ngjallen
e të investohen, stimulohen për të bërë garë edhe me ekonomitë e rajonit, por edhe me ekonomitë e Bashkimit Evropian, sepse rrugtimi jonë është që ne duhet të hymë me një treg të përbashkët në Bashkimit Evropian. Si do hymë NATO që të sigurohet njëra për gjithmonë siguria e Republikës Kosovës. Në çfarë forme do të rindërtojmë marrëdhënien tonë me Shqipërinë për një ekonomi të përbashkët, për një sistem kulturor, shëndetësor e arsimor të përbashkët me Shqipërinë, në çfarë raporte do t'i ndihmojmë shqiptarëve të Maqedonisë Veriut që dalin nga ky cikli i përjashtimit që ka filluar atje, mas ndryshimeve politike, e të rikthehemi në normalitet të plotë. Nëse lëvizja vetëvendosje do të vazhdojë të investojë në gjuhën e urrëties, në denigrimin e figurave publike, me përdorimin e rrjeteve sociale, çfarë ka bërë në kaluarën, unë mendoj që distancat do të shkojnë duke u rritë ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe spektrit tjetër politik në Kosovë, e siç e pam, ky nuk është spektri i vogël i përfacimit. Ishim mbi 53% të përfacimit qytetarëve shqiptar, shumicës dërmuese tek partitë që dikur ishin në opozitë. Unë uroj shumë që pas këtyre zgjedhjeve të kemi një shpejtësi të formimit të institucioneve, sepse na duhet buxheti, na duhen përfacimi, duhet të përgjigjemi çështjeve të ngritura në Bruksel e në Washington, dhe një bazë e qëndrueshme institucionale që i duhet Kosovës, por demokracia është e tillë, qytetari vendos, ne presim rezultate të mira, kemi marrë mbi 86.000 vota në nivelin komunal, presim që kjo votë të rritet, që pesha e rëndësisë dhe përgjegjësisë të aleancës të rritet pas këtyre zgjedhjeve dhe të kontribuojmë formimit të shpejtë të institucioneve të Republikës, ashtu siç meriton demokracia jonë. Ne jemi përcaktuar qysh në fillim që në kësaj radhe do shkojmë të vetëm si sigël e partisë, por e hapur ndaj individëve dhe grupacioneve politike, grupeve të interesit për të përfaqësuar zërin e tyre në listën tonë, dhe ajo po ndodh, do thotë ne do shkojmë si aleancë në zgjedhje duke përfshirë emra që i përmendëm edhe më herët të njerëzve eminent e që kanë devotshmërinë e tyre ndaj interesit publik dhe përfaqësimit zërit të grupeve në Parlamentin e Kosovës. Jo sa i përket listës së përbashkët, por sigurisht që takimet ekzistojnë, komunikimi ekziston me partinë tjera, edhe me PDK-n, edhe me LDK-n, dhe do vazhdojmë komunikimet e hapura. Unë mendoj që politika mund të jetë arenë mos pajtimesh, por ballafaqimi i argumenteve dhe i koncepteve më të mira, të cilat do të prezantohen para qytetarëve.